është për keqardhje rënja e thellë në indeksin e reporterëve pa kufi. Në Kosovë jam i bindur se jam dëshmitar nga jetesa e përvoja e përditshme që në Kosovë ka liri të shprehjes dhe ka liri të medjave. Në raportin e pulsit publik të UNDP-s, krahasuar me vitin 2021, qytetarët e Kosovës besojnë që liria e shprehjes e medjave është rritur për 12%. Ky është indeksi që duhet ta përmirësojnë mediat. Ajo që qeveria ka bërë është që e ka tërhequr ndikimin dhe përzierjen në punët e medias. Qeveria e vetëvendosjes e ka hequr politikën dhe pushtetin nga mediat. Para nesh, pushteti dhe mediat ishin së bashku. Madje edhe në festa e në pushime. Ne kemi hequr financimin e pushtetit ndaj medias për të mos ndikuar në to. Dhe gjendja ku kanë rënë edhe në rënjët besimit në publik është jo si pasojë e ndikimit të qeverisë, po e kontrollit pronarëve dhe mungesës së profesionalizmit. E mund ta zbatojmë kollaj si qeveri profesionalizimin gjithnjë më të madh të sa më shumë mediave në Kosovë. Të gjitha trajnimet që janë të nevojshme, të gjitha mësimet e shkollimet e larta që janë edhe pjesë e luftimit të dezinformimit, të informimit profesional, por edhe të kundërshtimit të çfarëdo përpjekje për luftë hibride, ne jemi të gatshëm që të financojmë. Por nuk krijojmë marrëdhënie të drejtë për drejtë me media të caktuara e emra të përveçëm gazetarësh, redaktorësh, pronarësh, akroredaktorësh.